Qytetarët e rajonit të Tetovës, veçanërisht të komunës së Zhelinës Meretin, të dielën e 29 marsit, nuk duhet të shqetësohen nëse dëgjojnë krisma dhe detonime të fuqishme. Nga sektori për punë të brendshme Tetovë informojnë se policia dhe armata do të zbatojnë shkatrime të kontrolluara të mjeteve shpërthyese minave. Ky operacion i kontrolluar do të zbatohet në kazermën në Jerebin në komunë të Zhelinës. Aktivitetet planifikohet të nisin saktësisht në orën 9 të mëngjesit. Siç sqarojnë nga policia, bëhet fjalë për mjete shpërthyese në gjendje të rëndë dhe për shkak të rrezikut të transportit nuk mund të transportohen në poligonin ushtarak Krivollak. Autoritetet sigurojnë se i gjithë procesi do të ndiqet nga ekipet e ekspertëve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Armatës së Maqedonisë së Veriut, sipas të gjitha standardeve të sigurisë. Nga sektori për punë të brendshme Tetovë vjen mesazhi: mos u shqetësoni nëse dëgjoni krisma ose shpërthime në zonën e Jerebinës, pasi bëhet fjalë për një procedurë të kontrolluar.